Sa për themelin për fillimin e punës së ndërtimit të stacionit policor në Zubin Potok, stacion policor i cili i ka mungu me dekada këtij qyteti, kësaj komune, ashtu siç po punojmë në vazhdimsi që të rrisim nivelin e sigurisë, qoftë nacionale, qoftë asaj publike, po ashtu po punojmë shumë në një afat shumë të shpejt, ashtu si që biseduam me punkrysin, shumë të shpejt se sa vetë planifikimi zyrtar, qytetarët e Zubin Potokut do të kenë edhe një infrastrukturë shtesë për sigurinë e tyre, me më shumë shërbime, për një jetë më të mirë për të gjithë pa asnjë dallim. Në hapësira të bollshme, një projekti mbi 1.1 milion euro të ndara nga qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme për policinë e Kosovës. Ky objekt do të jetë edhe një ndërtesë shembull për ndërtimin e mirë, për plotësimin e të gjitha nevojave, dhe kërkesave, qoftë të policisë, qoftë të qytetarëve. Ky objekt sot që po fillon, do të thotë dihet me dekada policia dhe stacioni policor i komunës së Zubin Potokut ka operu prej objekteve private dhe duke paguar qireja bukur të shtrejta, tani më e tutje do ta ketë kvadraturën e nevojshme të operimit si stacion policor që është mos e nevojshëm sepse dihet që esenciale është policia e komunës e qytetarit që kryekpot i shërben sigurisë e qytetarit.